Shëndetje, jemi në Fairview të New Jersey në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të folur me kryetaren e kësaj qyteti, këtij qyteti në New Jersey, Violeta Berisha, e para grua në këtë rajon shqiptar, pra që është në këtë post kaq të lartë. Përshëndetje, faleminderit që na keni pritur, kryetare Berisha. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë për kohën. Nëse mund ta fillojmë bisedën duke folur për historikun e familjes suaj dhe ardhjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga jeni, si keni përfunduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Babën e kam pa prej Phuket, ka ardhur prej ka ik prej Shqipënie kur ban komunisti, ka nikën Kosovë. Kanë shkuar në Podojev, kanë ndaj aty ka shkuar baba në shkollën në Prishtinë, e tre kanë shkuar në Belgjik, tre në Itali, aty kam lënë unë. Kanë ardhur në Amerikë prej Italie. Cila janë historitë që i keni dëgjuar duke rritur nga prindrit tuaj për Kosovën, për jetën që ka pasur baba juaj në Kosovë, në Podojev? Gjithmonë folin sa mirë kanë kaluar në Kosovë. U kanë ndihmuar kosovarët me gjithçka që kanë lyp kur kanë ardhur prej Shqipënie, se s'kan pa gjan, kanë pa kurrësen. Edhe gjithmonë ka thënë sa mirë na kanë prit, na kanë negati, kur kanë me ardhen, para si kanë ik, jo se kanë ik prej Kosovë, por para si kanë shkuar prej Kosovë në Belgjik, u kanë pa thënë imigrantave u thjeshin atë, një doni tokë aty në Kosovë, mujnë mullan tokë, në mundi me shkuar edhe ku doni ju vetë. E tre kanë da me ardhë për Amerikë, si gjithkush. E tre kanë shkuar në Belgjik, prej Belgjiket në Itali kanë ardhur këtu. Po kanë kaluar kohë shumë të mirë në Kosovë. Do thotë Kosova për juve, për familjen juaj ka një vend të veçantë. Po. Si është, pastaj jeni vendosur familja juaj, pra ju thatë që keni lindur në Itali dhe keni ardhur shumë e vogël disa muajsh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si ka qenë nga ajo që dini nga familja, ardhja në Amerikë, vendosja këtu, jeta e re në SBA? Kur kanë ardhur prej Italiet, këtu kanë ardhur me shumë shqiptarë, a kanë si kamp, tanë kanë ardhur këtu priherë, janë bashkuar edhe në Brëndës, aty tanë janë bashkuar shqiptarët, aty kanë pa shtëpia, kanë gjetë, tanë kanë punuar, janë shtu kanë jeta, duhet me punuar, gjithmonë kanë edhe për me ardhur këtu në Amerikë, me kaluar kohë, edhe për mi rritë fëmijën në vend më të mirë. Edhe në gjithkush për Amerikë jashtu ka menua. E jashtu ka dalë. Është realizimi i ëndrrës amerikane, po? Po, American Dream, ja. Personalisht, karriera juaj, si keni mbërritur deri tek pozita e kryetarës së Fairview që jeni sot? Ka shti burri motër sa shti me politik ma shumë, edhe ka nej këto, ka aqin një vend për me ba councilwoman këto në Fairview. Më thot, a kimarak me dal councilwoman, i thom, uzdi, a thua mun di për si me ba. Thot, veç do të me kanë me popull, do të me nëgjue, me nëgjue se qad lypin, the neighborhood, për gjana si kanë marak, kanë nevoja, po. Po provoj. Jam kanë në councilwoman për 6 vjetë. Prej aty ka da si a kanë mayor për 28 vjetë këtu. Ka da mu retire. Më ka thonë, edhe këtanë më kanë s'gjell mua, kanë thonë, kim marak për më nadal Violeta mayor. Ashtë rritën këtu, ka rritë fëmin këtu, ka rëpt këtu, din se si ashtë veni këtu për edhe tanë, për qalypin komuniteti këtu. Tash ka një vit që jeni kryetare e Fairview. Si ka qenë kjo kohë për ju? Cila është puna që ju e bëni çdo ditë këtu në komunë, le të them? Busy, si me thonë shqip. Ka shumë punë. Ka shumë punë këtu për me ba edhe gjithmonë, se gjithmonë do të me kanë available, si thohet, për këta gjinsi janë këtu. Nuk është si muq e punon prej 9 deri në 5, të s'ke nevojë me mënua ma për venin si jetu nejt. Do të me kanë gjithmonë gatshëm për qatë lypin gjinja. Jo për gjanat vogla, po nuk e din njeri se si cilët dita o si vjen
koha këtu. Pra ju takoni njerëzit vinë, flasin me ju? Flasin me ne. Gjithmonë na lypin, thonë, a muj më ardh me ba mirin me ty, me fol për shtëpia, për rruga, për ndonjë gjë si kanë nevojë në katon këtu. Cila është përkraja që e ke parë nga shqiptarët, nga komuniteti shqiptar? Cila është lidhja që e ke me komunitetin shqiptar në New Jersey, në New York? Kam shumë rob kësajte, edhe shoqe tanë. Tash, qysh se kam dalë si mayor e council, kam hi ma shumë me komunitet. Kam marak mi pa se si janë, kam marak mu një muë, adin halja s'kam hi adi bashkëfort Fadil Berisha ka njoftua me shumë. Adin nuk di adi se si me thanë, por jam e gëzume shumë se jam tashme, i njoh ma shumë shqiptarë, kam ma punë me ta. Tani, ju është të qenurit shqiptarë source of pride, pra që ju e mbani? Oh, yeah, si ju. Shumë. Edhe këta, adin kanë përkra shumë shqiptarët. Adin, kam menue, nuk ka njoft kush, dhe sa kam dalë, that's normal. Mas më njoft se para si kam dalë councilwoman or mayor. Tash, se më kanë pa, thonë, qërëna kryetarja bashkisë Fairview, you're the mayor. Më duket çuditshme ajo punë, po jam e legëzuar fort, si tash, mu bashkua me shqiptare, kam ma punë me ta, Ke pasur disa takime kur kanë ardhur edhe me krerët e Shtetit Kosovës, në evente ku kanë qenë kryeministri Kurti, presidenti Osmani? Po, kam shkuar kura kanë Kurti këtu, kam shkuar në New Jersey kanë pa do bashkime, kam shkuar në Manhattan me ta, Vjosa Osmani, kam shkuar në tana si ka pa lajo, si ka ba events. Për ta. Vjosa Osmani është i grua si kisha me pamarak me kanë si ajo. Kurti është aja, aja është on another level, Jo është edhe Vjosa, po Vjosa belda se është femen, më duket ma fort në shpirt, si me kanë, something more close. Edhe është gruaja e dytë presidente e Kosovës, pra Kosova ka ecë përpara me përfaqësimin e grave në politikë. A është diçka që is close to your heart, që më shumë gra me u kyç në politikë edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Si ka emnin ajo tjetra si a kanë para Atifete Jahjaga. Edhe ajo kam pa ata. Atifete Jahjaga. Atifete. Po ajo shumë më ka pëlqyer. Kam pa ata në do events. Po bën shumë punë të mirë edhe ajo. Bën punë me gratë, sidomos, me survivors of sexual violence during the war. Bën punë të jashtëzakonshme me Shqipërinë, se originalisht nga Puka, nga Shqipëria, a ke pas kontakt këtu kur kanë ardhur me dikë prej politikës ose ai përcjell zhvillimet politike në Shqipëri? Po, edhe me ata shumë. Adin tash veç ai vjet janë si kam dalë për mu pa me ta e mi njoft. Etër s'kam pa fort gë, po in Instagram I follow, I show se, ambasadori Reka Kar këtu, ambasadori Elven Bushati, e kam pa, tanë kanë ardhur këtu në fest të puna këtu me më njoftue, e jam kanë shumë e gëzuar. Edhe me të përgëzu për zgjedhjen. Paraprakisht në dhe që s'keni qenë në rajon, se s'keni vizitu, a keni dëshirë me ardhë në Shqipëri, në Kosovë, me vizitu me pa? Si jo, ajo është a dream, për me ardhë mi pa e me shku atje. Për gjuhën Shqipe, si keni arritur ta ruani, duke qenë se keni ardhë tu si fëmijë disa muaj, si e keni ruajtur gjuhën Shqipe? Kur jem kanë të vaj edhe tash, gjithmonë flasim Shqip, me rob të nanse, me rob të babse, me gjithë ka kem fol Shqip gjithmonë. Gëzohem se di me fol. Fëmija mi nuk e flasin, e marrin vesh se edhe kur e flet gjithkush din me marr vesh, po me fol
nuk din. Po jam e gëzuar se gjithmonë kem fol shqip. Në shtëpi, e me Europë, me nanën, adin, është më rëndësishme. Edhe a keni plan me rrit në rrjetin networkun e shqiptarëve, bashkëpunimet në të ardhmen për me qenë më afër komunitetit shqiptar? Po, si jo, kam marak me kisha me pa merak si e mina që në mullaj, si banë. Belja si ajo s'munet kush me ba, por ajo është somebody I look up to. Sa mirë banë për Kosovë, për Shqipëni, për Malësie, për tana venet, ku mu me ba mirë, a mirë me ba mirë. Kisha me pa merak, si jo, adin me shkuen ma shumë events, si bashkohen shqiptarët, munohesh adin minimua njëri tjetrit. Se kur jenë këto pozita, muq mu unimua. Adin jata kanë nevoj. Edhe kur ka dikush nevoj, jata është mirë me ba. Faleminderit shumë.